Prokurori i posaçëm Bledar Maksuti ka pranuar se shumë gazetarë që disponojnë materiale të dosjeve të ndryshme që janë në dorën e SPAK kërkojnë leje për t'i publikuar ato. Teksa mbahej seanca për gazetarin Elton Qyno, Maksuti tha se gazetarët të njëjtit nivel të hetimit kanë pasur në dorë informacione të tilla dhe i kanë kontaktuar, fillimisht për të ditur nëse ky informacion është i vërtetë dhe më pas për të pyetur nëse mund të vijojnë me publikimin e tij apo jo. Kryetaria e kushtetuese Solta Zaçaj e pyeti prokurorin e SPAK nëse kishte ndonjë bazë ligjore apo praktik që gazetarët duhet të marrin leje në SPAK kur duan të publikojnë një informacion sekret për një çështje. Në përgjigjen e tij, prokurori u shpreh se nuk ka një detyrim ligjor për këtë praktik, por se është detyrim etik. Gazetari Elton Qyno u mbajt për rreth 11 orë në ambientet e SPAK më 14 dhjetor dhe me një urdhër nga GKKO ju sekuestruan 2 telefonat dhe ju kontrollua banesa. Gjatë marrjes në pyetje, gazetarit ju kërkua të tregonte burimin e informacioneve të cilat i kishte publikuar në media lidhur me të penduarin e drejtësisë Nuredin Dumani. Sipas SPAK, materialet e publikuara në media përputheshin me komunikimet e Nuredin Dumanit me persona të tjerë në aplikacionin Sky ECC dhe për këtë arsye, Elton Qyno si është kërkuar të tregonte se si i kishte siguruar materiale të tilla që ishin pjesë e akteve hetimore. Ndaj gazetarit u zhvilluan hetime për 2 vepra penale, si zbulimi i akteve ose të dhënave sekrete dhe ndalimi i dhënies dhe i shpalljes së të dhënave në kundërshtim me ligjin. Në mbrojtje të tij, Qyno është shprehur se po i dekonspirohen burimet dhe e quan aksionin e SPAK si të paligjshëm. Aktualisht, pala mbrojtëse e gazetarit Qyno, e përfaqësuar nga avokati Dorian Matlia, kërkon asgjësimin e të gjitha materialeve që SPAK ka mundur të aksesojë nga telefonat dhe kompjuterat e gazetarit.